Të njëjtën më 26 qershor, Këshilli Bashkiak i Vlorës do të mblidhet për të diskutuar dhe miratuar shtyrjen e kontratës së administrimit të flamurtarit nga kompanitë turke, TRK Group dhe Atlas Global, që përfaqësohen nga Sinan Idrizi, 5 këshilltarët bashkiak, Briken Asika, Grigor Dede, Edison Kapaj, Bujar Osmani dhe Lorel Canaj, i kanë propozuar administratës së Bashkisë së Vlorës dhe Këshillit Bashkiak projekt vendimi në fjalë që vjen pas kërkesës të bërë në datë 9 qershor të këtij viti të përfaqësuesit të shoqërisë Flamurtari Futboll Klub SHA. Kontrata e fundit me bashkinë e kompanive turke që skaton në korrik u shty me 1 vit, por kërkesa e re e Idrizit është që kontrata që do të miratohet e njëjtën nga Këshilli të jetë pa afat deri në privatizimin e klubit. 2 kontratat e fundit u shtyn me 2 dhe 1 vit, por kjo e radhës kërkohet të mos ketë përcaktim afati për shkak dhe të investimeve madhore që Idrizi ka parashikuar të bëjë në klub, tashmë që Flamurtari u rikthye në Super League. Televizioni 6+1 Vlora zbulon ekskluzivisht projekt vendimin që do t'i paraqitet Këshillit Bashkiak. Këshillit i propozohet që të miratoj shtyrjen e afatit të kontratës së financimit dhe administrimit të shoqërisë Flamurtari Futboll Klub SHA, të lidhur midis Bashkisë Vlorë dhe shoqërive TRK Group dhe Atlas Global deri në përfundim të procesit të privatizimit, pavarësisht përcaktimit në pikën 1. Efektet e kontratës së financimit dhe administrimit të shoqërisë Flamurtari Futboll Klub SHA përfundojnë me shitje në pronësi të Bashkisë Vlorë, thuhet në material. 5 këshilltarët bashkiak, propozues të këtij projekt vendimi për shtyrjen e administrimit të Flamurtarit, kërkojnë gjithashtu nga Bashkia e Vlorës të kryejë procedurat për shitjen e aksioneve, si dhe të përcaktojë statusin juridik të ekipit. Administrata e bashkisë të kryejë procedurat për shitjen e aksioneve të shoqërisë Flamurtari Futboll Klub SHA në pronësi të saj, si dhe për përcaktimin e statutit juridik të ekipit të futbollit Flamurtari, nënvizohet në shkresën zyrtare. Këshilltarët hartues të këtij materiali kërkojnë që Këshilli Bashkiak i Vlorës të miratojë edhe emrat e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, të miratohen emrat e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, si më poshtë vijon Sinan Idrizi, Kreshnik Çipi, Robert Islamaj dhe Endri Hyseni. Ky i fundit përfaqësues nga Këshilli Bashkiak, kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës është 1 vit, thuhet në projekt vendimin propozues për të firmosur nga 5 këshilltarët e Këshillit Bashkiak, Briken Asika, Grigor Dede, Edison Kapaj, Bujar Osmani dhe Lorel Canaj.